Sport në Radio Emanuel. Sport në radion tuaj. Vjen për ju çdo javë. Me emocionet e Skënderbeut të këtij sezoni. Në këtë vit jubilar. Me emisionin sportiv, ne vim për ju me të tjera transmetime. Atje ku luan SNB-u historisë. Frekuencat 93.2 FM, 95.7 FM, 103.7 FM dhe 106.7 FM sjellin për të gjithë. Lojën e Top Këmbës në të vetmen radio që ndjek Skënderbeun hap pas hapi, duke besuar se Skënderbeu do të rikthehet atje ku ka qenë. Na ndiqni. Ne pran jush. Dhe ju me ne. Ky është emisioni kësaj jave. Na ndiqni. Ky është emisioni sportiv I kësaj jave. Jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë të programit Buzëqeshi ditës në këtë puntat shumë të veçantë dedikuar skenës teatrit pasi 27 marsi shënon ditën botërore të teatrit. Kam kënaqësinë të kem së bashku me mua në këto momente në studio aktorin Andrea Pepi, një emër I dashur për gjithë ne dhe një zë shumë I dashur, po ashtu plot ndjeshmëri I cili na ka lënë kujtime ndër vite. Përshëndetje I dashur Andrea, mirë se ke ardhur në Buzëqeshi ditës. Ju përshëndes edhe unë në këtë ditë veçantë. Shumë faleminderit që zgjodhe që në ditën botërore të teatrit ishe së bashku me ne në Radio Emanuel edhe në programin Buzëqeshi ditës. I nderuar, unë do doja ta nisnim duke më treguar pak më shumë ti se çfarë përfaqëson teatri për ty në përgjithësi, por gjithashtu edhe teatri I Korçës, për jetën tënde personale. Unë do ta nisja me një thënie të një filozofi, I cili thotë teatri është edukim dhe jo argëtim. Teatri është një arenë ku autorët nëpërmjet aktorëve ballafaqohen me spektatorin. Pra, nëse ne themi që kemi një teatr, do thotë që kemi një autor, kemi një trup teatri, por kemi dhe spektator. Pa këto tre nuk mund t'i quajmë që kemi një teatr. Unë do ta nisja me një vlerësim të veçantë për ato vajza dhe djem që në vitin 1950 krijuan teatrin profesionist të Korçës. Por teatri në qytetin e Korçës ka filluar që në vitit 1887, kur u çel shkolla e parë shqipe. Ishte në program që çdo vit mësimor të mbyllej me një shfaqje teatrale, dhe ne këtë kemi filluar ta zbatojmë. Vitin e kaluar u vu një pjesa ime në skenë me shkollat e qytetit, edhe si vjet, po vjet një tjetër, pra, duam të hecim një gjurmët e lavdishme të teatrit të Korçës. Dua të kujtoj Krisanthikot Millon, Vodicën, Qefser Trakon, të cilat në atë kohë, në vitin 1950, morën guximin dhe hyrën në teatrin profesionist, me të shuarin mjeshtin e madh Sokrat Mir, I cili vinte mbas një studimi në Francë, krijoi teatrin kombëtar, krijoi shkollën e parë të teatrit në Tiranë. Ishte fat I madh që në teatrin e Korçës punuan disa nga hyjet e teatrit, edhe regjizorë shqiptare. Sokrat Mia me kulturë franceze, Piromani me kulturë ruse, Mihal Luarasi me kulturë hungareze, dhe do ta mbyllja me mikun tim, mjeshtin e madh Ghazi Serber. Një regjisor në teatr është një mësues.
Ndaj, them se aktorët e teatrit të Korçës patën mësues të mirë. Se si është mësuesi do jetë nxënësi. Vërtet. Por, si që thash, teatri pa shkrimtar nuk ka. Dhe unë duhet të kujtoj këtu me respekt të thellë Mihal Gramenon, i cili ka shkruar 2 drama, një komedi dhe një dramë. Mallkimi i gjuhës shqipe dhe kjo është komedi, edhe Vdekja e Piros. Pas ti vinte kemi Kristof Loqin, i cili ka krijuar shumë komedi, 16 komedi, 2 drama, dhe një pjesë e tyre janë vënë në skenë, në atë periudhë, po dhe tani, edhe unë kam vënë pjesë nga ato. Po kemi të Dolacën, kemi Vangjuzikon, kemi Ditor Agollin, dhe Ditoroj ka kontribuar shumë mirë, si në Tiranë, por edhe këtu me dramat e tia. Kemi Adelina Balashin. Unë kam një bashkëpunim shumë të frutshëm me Adelina Balashin. Kemi vënë në skenë Pallati 176. Dhe komedia Pallati 176, që unë e kam vënë me një titull tjetër, sepse jam i pari që kam vënë një letër anonime, Dorëkitet e para i ka marrë këtu në qytetin e Korçës. Pas nesh vjen teatri kombëtar. Pas nesh. Pra, personazhet që krijoi Adelina Balashi u dorëkitën nga spektatorët korçar. Dhe u dorëkitën shumë. Do të dëshiroja që këtë ditë i them Adelinës që spektatorët kërkojnë prapë një vepër. Po kemi dramaturgë të tjerë, të cilët Ruzdi Pulaha, me komeditë dhe dramat e tjera, janë shumë, sepse edhe rruga e teatrit është shumë e gjatë. Vetëm teatri profesionist ka 70 e ca vjetë. 75, hymë në 76. Po mos harrojmë që grupet amatore të Korçës ishin një vulkan, e cila u përapi jo vetëm në Korçë, por dhe në rrethet e tjera. Kishim shkollat e mesme, që këtu në Korçë kanë qenë disa, që kishin grupet e tyre teatrale. Pra, teatri ishte një frymëzim. Teatri është një përkushtim për artistët dhe një bashkëpunim shumë i thellë, sepse pa një bashkëpunim midis autorit, regjisorit, aktorëve, kompozitorëve, se kemi piktorët, të cilët këta janë që të gjithë pjesë e saj. Sikur edhe ai që mban kapelet është pjesë e teatrit, sikur edhe ai që mban kostumet e teatrit. Të hysh në teatr, të shikosh çfarë galeri e madhe është. Të gjithë atyre personazheve janë bërë kostumet e tyre, sepse çdo kostum tregon periudhën të cilën, karakterin e personazhit. Kështu që është për të lavdëruar. Teatri po ashtu unë mendoj është befasi. Skena vetë është befasi. Ka pasur ndonjë moment që të ka befasuar edhe ty vetë në skenë? Po ka pasur po si. Kur luaja 2 Krisma në Paris, më duhej që të mbaja ritmin e shfaqjes. Dhe
për të mbajtur ritmin në shfaqjes, sepse spektatori reagonte shumë. Po. Dhe u mbiste ritmi i shfaqjes, unë ishe detyruar të ndaloja spektatorin. Wow. Dhe pashë që spektatori më bindë. Sa regjizori i teatrit kombëtar, Pi Romani, mbas shfaqjes, u shpre, ne ishim, tha, dhe jemi pedagogët e tia, dhe kur eri i puna, tha, u bëm aktor, se a i na i bëte me dorë të heshnim, edhe ne heshnim. Pra, sjell çdo gjë në skenë, është si thuash një magji. Teatri është një magji, është një bisedë midis autorit dhe spektatorëve. Po teatrin e duhet ta shikojmë si një laborator. Në qoftë se një vepër nuk sjell dialog, ajo ka humbur. Ne duhet i nxitim spektatorët të flasin, të bëjnë. Në qoftë se ne nuk e bëjmë spektatorin të flasë, të dialogojë, ai vërtet gjatë shfaqjes nuk dialogon, por mendon. Dhe kur mbaron shfaqja, o të duart o ketë, o ikën e heshtje. Në qoftë se të duart o ketë, do thetë që ti ke bërë punën tënde më së miri. Në qoftë se ai ikën e heshtje, do thotë ti vësh gishtin kokës, thuash nuk jam mirë. Pra ky është dialog. Kjo është biseda që bën aktori, autori, regjizori dhe të gjithë komponentët e tjerë me spektatorin. Se nuk mund të ketë teatr pa spektator. E vërtet. Unë jam e sigurt që ke kaq shumë kujtime, momente që mund të ndash nga teatri, por unë të doja të ndaje me ne ndoshta një rol apo një mbrëmje në teatr që ty të ka lënë më shumë bresa, që nuk e haron kur. Po, ka një gjë që unë u shkëputa nga teatri në 92-shin, jo me dëshirën time, dhe u riktheva në teatr mbas 13 vjetësh. U ktheva me një vepër të Pushkinit. Po. Vjeshe një pjesë e Pushkinit nga Indjeri Llazi Serbo, mjeshtër i madh, me të cilën e shkuam dhe u ballafaquam me teatrot e Ballkanit në Shën Peterburg. Atje na pritën jashtëzakonisht mirë. Pra, unë shkruajta edhe një artikull në gazetë atëre, Pushkini foli shqip në Rusi. Ajo që erdhi më vonë ishte Dostojevski. Ishte një monodram e përgatitur nga vetë Llazi, domethënë mbështetur mbi një vepër të Dostojevskit, ku Dostojevski si figurë e shquar e letërsisë botërore hedhi ide të fuqishme që i duajnë kohës. Nëse aktori do të tregoj dhe të ndjej se kush është, sa vlera ka, duhet të marrë një monodram. Ku për 40 minuta, mbas edhe një orë, të jetë ballë për ballë vetë me spektator. Dhe këta i arritëm. Kjo ishte një. Edhe i dhe shumë edhe teatrit në këtë lloj mënyre. Teatri në fakt na mëson të gjithëve shumë gjëra, edhe për jetën, besoj në të njëjtën kohë. Çfarë të ka mësuar ty teatri i Korçës për jetën, për te skenës? Teatri është i vështirë, do për kushtim. Po. Aktori shkon rrugës edhe flet me personazhin e tij. Nga njerë na marrin si për çfarë ka ky që po flet. Aktorët janë të veçantë. Por ama duhet ta dish që aktori edhe natën flet me personazhin e tij. Shkon tek personazhi i tij. Zbulon nga karakteri i tij.
nuk duhet ta marrim atë figurën dhe ta futim në veten tonë, se ne vetja jemi. Po duhet të shkojmë tek personazhi, të flasim me gjuhën e tij, të shikojmë me sytë e tij, të dëgjojmë me veshët e tij, të ecim me këmbët e tij, të lëvizim me duart tona. Ky është aktori. Prandaj është ai vështirë, prandaj është edhe bukur. Por nëse muret e teatrit nga ana tjetër do të flisnin për ty, çfarë mendon se do të thoshin? Dëgjoj, unë në teatrin e Koçës kam hyrë që afërsi 60 vjet më parë. Që në vitin 1966. Po. Atëre e bëshin takimet e shkollave të mesme. Me shkollën tonë Raqi Yngjiun punonte Sokrat Mioja dhe me shkollën Fuat Babani, ishte gjimnas, punonte Piromani. Natyrisht që tekstet i shkruanin mësues të letërsisë. Dhe Sokrati më zgjodhi mua. Dhe unë kam interpretuar për herë të parë në skenën e teatrit që në vitin 1966 dhe kam shumë kujtime. Kam punuar me të gjithë aktorët e periudhës së krijimit të teatrit. Edhe me aktorët e rinj që kishin filluar të dilnin nga shkollat. Dhe shikoja që ata më prisnin mjaft mirë. Më deshin. Më inkurajonin. Po dhe regjisorët, unë pashte e regjisorët që edhe ata më afruan shumë, bile kur bëra takimin e parë me udhëheqësin artistike që do krijonte teatrin, shkollën. Edhe u bë një takim, erdhi pedagogja jonë, që më vonë u bë udhëheqëse artistike. Unë kam punuar me të edhe si asistenti saj në teatrin e Fierit. Edhe fillova po flisja. Dola, komunikoja me te. Shumë i lirë ky djali. I thotë regjisorit të teatrit Mjal Luarasit. Apo kemi tonin këtë thaj. Do me thënë, skena e teatrit të Koçës më dha guximin. Sepse arti i aktorit është arti i guximit. E vërtet. Nuk mund të dalë kushdo në skenë. Pse? Se do ballafaqohet me qindra sy, vesh, mendje që të gjykojnë. Prandaj ka një, si thosh, ka një stres. Unë jam marrë dhe me sport, si që të thash. Kam qenë sportist elitar, kam qenë në ekipin kombëtar, dhe kisha dhe edhe atje kisha emocione. Pse? Sepse do hysh në një garë. Prandaj, gjithmonë garat njeriun e shikojnë sa vlera ka. Prandaj, njeriu kur hyn në një garë duhet përgatitet mirë. Edhe ne mundohemi që deri në momentin e fundit, deri në ballafaqimin e fundit, me spektatorin, ne të japim maksimumin. Po nuk do thotë që edhe çfaqen sot dhe mbaroj krimtaria, mbaroj çdo gjë. Jo, ti çdo ditë duhet të marrësh gjëra të reja, të sjellësh gjëra të reja. Sepse duke biseduar me spektatorin e shikon që spektatori ku reagon më shumë, ku nuk reagon. Dhe atëherë ti e shikon që je ku je. Domethënë, gjykimin e parë e bën spektatori. Shumë faleminderit që na i pasurove jo vetëm këto minuta, por gjithë secilin prej nesh, edhe që na more në një udhëtim në teatrin e dikurshëm të Korçës. Kemi mbritur në fakt në minutat e fundit të programit, dhe unë do doja që ta mbyllnim me një urim apo një mesazh të shkurtër nga ti si artist për publikun në ditën botërore të teatrit. Urimi im është ta duam
skenën e teatrit, të respektojmë autorët, regjisorët, aktorët, sepse tek ata shikojmë atë që ne nuk e dimë. Pra, të bisedojmë me autorin, dhe si që thash në fillim, biseda që bën autori në përmjet aktore me spektatorin, është vlera më e madhe. Unë kam lëtë dhe film, por emocionet që t'i jep teatri nuk t'i jep filme, sepse atje ndjen frymëmarrjen e spektatorit. Edhe frymëmarrja e spektatorit është jetë për aktorin. Shumë faleminderit, gëzuar ditën botërore të teatrit për ju edhe për të gjithë aktorët tanë të mrekullueshëm. Faleminderit për gjitha emocionet që na falni. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi dhe je i mirëpritur sërish në buzëqeshit ditës. Miqtë mi, faleminderit që ishit së bashku me mua Jonën sot në këtë puntat të buzëqeshit ditës. Ju uroj një ditë sa më të bukur në vazhdim. Bashkë do të dëgjohemi në puntatën e radhës. Rocking the city with our love. Emmanuel Radio. Rocking the city with our love.